Përshëndetje, sot do të përgatisim disa biskota të thjeshta, të shpejta në përgatitje që janë një ide shumë e mirë për të shoqëruar kafen apo çajin me familje. Për këtë recetë do të na duhet rreth 50 gram gjalpë i shkrirë ose në temperaturë ambienti, një vezë, 60 ml vaj lule dielli, 2 lukos, dhe gjithashtu do të hedhim 100 gram sheqer pluhur. Do vazhdojmë të përzijmë mirë. Më pas do të hedhim rreth 500 gram miell dhe 10 gram pluhur pjekës. Gjithashtu do të hedhim dhe pak vanilje sepse jep një aromë shumë të mirë. Do vazhdojmë ta përzijmë përsëri. Mielli nuk do ta hedhim të gjithë një herësh, por pak nga pak derisa të formohet një brumë i butë që nuk ngjit tek duart. Hedhim dhe pjesën e mbetur të miellit dhe do fillojmë ta punojmë brumin mirë me duar. Brumin tashmë e kemi gati, si që shikoni është e butë, por nuk ngjit tek duart. Brenda biskota do t'i mbushim me copsa të çokolade ose në këtë rast siç kam vepruar unë me Nutella, të cilën e kam ngrirë më parë. Tek tava në të cilën do të vendosim biskotat kam shtruar letër pjekje dhe do vazhdojmë t'i japim formë biskotave duke i vendosur Nutella në mes. Do t'i mbyllim. Do t'i japim forma me thik në anën e kundërt të thikës. Dhe në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me gjitha të mbeturat. Do t'i vendosim në mes Nutella, do t'a mbyllim dhe do t'i japim format me thik. Pasi kemi përfunduar dhe me të fundit, do t'i vendosim në furrë të parangror me 180 gradë për rreth 25 minuta, derisa të marrin atë ngjyrën e bukur pas pjekjes. Tashmë sapo janë pjekur, do t'i lejmë të ftohen pak dhe i kemi gati për t'i konsumuar. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëftë mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.